Vrau gruan pasi refuzoi të ishte prostitut dhe eliminoi 2 vëllezër, detaje nga arrestimi i Sokol Hoxhës. Një shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar për 3 vrasje është arrestuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas afro 3 dekadash arati, ndërsa autoritetet zbuluan se ai kishte jetuar për vite me një identitet të rem dhe kishte siguruar edhe shtetësi britanike. Sipas autoriteteve amerikane dhe mediave britanike, bëhet fjala për 50 vjeçarin Sokol Hoxha, i cili akuzohet për vrasjen e bashkëshortes së tij, 19 vjeçare në Belgjik dhe të 2 vëllezërve në Patos në vitin 1997. Hetimet tregojnë se ai kishte hyrë në Mbretërinë e Bashkuar duke u paraqitur si refugjat kosovar, çka i mundësoi të përfitonte azil dhe më pas shtetësi britanike. Më vonë ai u transferua drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku jetonte prej vitit 2012 në një tjetër identitet dhe kishte arritur të siguronte status të ligjshëm qëndrimi. Arrestimi u krye në qytetin Kettering në shtetin e Ohajos, pas një hetimi 6 vjeçar të zhvilluar në bashkëpunim mes autoriteteve amerikane dhe europiane. Sipas deklaratës së Shërbimit Marshallëve Amerikan, rasti konsiderohet një shembull i bashkëpunimit ndërkombëtar për kapjen e personave në arati edhe pas shumë vitesh. Mediat britanike raportojnë se ndaj Hoxhës kishte 2 njoftime të Interpol për 3 vrasje, ndërsa ishte dënuar në mungesë me 25 vite burg për vrasjen e 2 fisht në Patos.